Në festin e mësuesit, Muzeu Historik Osokuka në Shkodër organizoi një aktivitet me mësues në pension. Gjatë aktivitetit u shprehën vlerësime dhe mirënjohje për kontributin e tyre në arsim. Sot është dita e mësuesit dhe në respekt dhe mirënjohje për aktivitetin dhe kontributin e tyre, ne organizojmë si muzeum një shfaqje mirënjohje për disa mësuesa, veteranë të arsimit ton, jo vetëm shkodranë, po sigurisht edhe kontributit e tyre në arsimin ton kombëtar. Është një ditë e rëndësishme, na fton për reflektim, për t'i respektuar, për t'i mbështetur, për t'i promovuar, pasi siç e kuptojmë në kohët e një imperializmit, si thosh, agresioni total mbi lehtësinë e gjërave, institucioni i mësuesit, institucioni arsimor, si përcjell si domosdoshëm i vlerave, nuk mund të nënshtrohet një spontaniteti, po them kështu, teknologjik, që mund ta kthejnë individin në një qenie agresive edhe ndaj vetvetes edhe ndaj fenomeneve kulturore që shoqërojnë, si thosh, avancimin tonë në histori. Në këtë ditë emocionet nuk mungojnë për ish mësueset, një prej tyre Habibe Burrja, teksa flet për këtë ditë të shënuar për to, ka dhe kritika për mësuesit e sotëm. Është kënaqësi e madhe për ne kur vjen kjo ditë, sado që vitet kalojnë ne me themi ato që jemi, që në vitin e parë. Unë kam filluar punën në vitin 1971 në Jordan Misja, kam ikë nga një shkollë në 2003 dhe për fatin tem e Zotit që mi ka dhënë ta mundsi unë punoj hala. Për kënaqësinë time paktën një orë matematikë mas dite në shtëpi. Dhe në takime të tilla si jena sot, ne gëzohemi se shohim breza të ndryshëm mësuesish. Ma vjen keq me thënë një fjalë me shumë sinqeritet. Kena qenë më të mirë. Kena punu më shumë. Kena qenë me më devocion. Nëse kena pa punën e mësimit, sado që unë kam dhënë matematikë, vetëm me dhënë matematikën. Për me dhënë shumë gjëra të tjera që fëmijët përfitojnë nga prezenca jonë në klasë. Nxënësi shkon në shkollë private, pagun lek, vjen të unë, pagun lek dhe prapë është një ashtu. Nuk ka dëshirë. Vjen me fletore 4 lekëshe. Se kam njohur fletoren 4 lekëshe kur kam qenë mësuese që atëherë ka qenë varfëni totale. Pavarësisht sfidave, kjo ishte një ditë mirënjohje dhe respekti për ata që kontribuan në edukimin e brezat të së ardhmes.